Një dhënë për shembull që është një tregues shumë i rëndësishëm i këtij transformimi, është rritja e ndjeshme e numrit të kompanive fituese, jo në vlerë absolute, por në raport me numrin e procedurave. Pra ka shumë më tepër akses në kontratat publike, gjë që si gjithë kjo pasqyrë kundërshton shumë fort narrativën e jetës përditshme mediatike, por që siç mund ta keni parë dhe nga pasqyra analitike e publikuar përpara disa ditësh nga ana ime, pasqyrë që do ta publikojmë rregullisht, është një narrativ e imponuar nga një shumicë e qëndrueshme burimesh që janë haptazi kundër qeverisë. Një tregues shumë pozitiv për faktin se jetojmë në një atmosferë totalisht demokratike në këtë aspekt dhe një anomali në raport me vendet e Bashkimit Evropian, por një anomali e bukur sipas këndvështrimit tim, që i hedh poshtë të gjitha pretendimet për mediat kapura e për lloj-lloj broçkullash tjera. Në ndërkohë dua të bëj një plotësim me pjesën ku e mbylli Reda, sepse mund të jetë krijuar një opinion sikur diella bën punën që ka bërë më parë dhe fle. Në fakt, jo, ne tani më jemi në një fazë të re të procesit, pasi janë hartuar gjatë gjithë kësaj periudhe 450 faqe specifikime teknike shumë të detajuara, për të cilat kanë punuar ekspert të zot vendas dhe këto faqe janë vënë pastaj nën shqyrtimin e Bankës Botërore, që ka dhënë pak ditë më parë dritën jeshile, pa kundërshtime, pra atë certifikimin pa kundërshtim, no objection, të çdo projekti ku Banka Botërore merr pjesë në financim, dhe tani më jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificiale, në ndërkohë që, siç e kam thënë dhe në raste të tjera, ekspertët tanë nuk kanë punuar në një ishull të izoluar, po kanë ndërvepruar me ekspert qoftë të fushës prokurimit, qoftë të fushës inteligjencë artificiale në një sër vendesh. Është bërë këtu në Shqipëri dhe një workshop intensiv me 16 vende, të cilat kanë element të inteligjencës artificiale në proceset prokurimit, por projekti ynë është i pari i këtij lloji, sepse synon që të gjithë elementet e procesit t'i vendos në një zinxhir dhe të mundsoj prokurimin me inteligjencë artificiale në një masë shumë të madhe të procesit dhe të bëj të mundur që asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurimet publike, asnjë nënpunës të mos ketë më në dorë të luajë me letrat e biznesit, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë diella prej mbi 40 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar dhe pastaj të jenë në dorën e biznesit për t'i aktivizuar vetëm me një klik.
një proces që do të shkojë nga studimi i tregut tek dorëzimi i ofertave, monitorimi i kontratave, dhe çdo ndërveprim do të jetë vetëm në ekran, totalisht transparent dhe i gjurmueshëm. Kjo do të bëjë që për institucionet publike të mbyllet një herë mirë dhe kapitulli i problematikave të gjithë farlojshme për hartimin e specifikimeve teknike, llogaritjes fondit limit, shqyrtimit të ofertave dhe vlerësimit të tyre. Diella do ta bëjë të gjithë këtë volum me algoritme inteligjente, shpejt, sakt dhe pa anshmërisht, por e përsëris, i gjithë procesi do të jetë plotësisht i gjurmueshëm dhe për çdo që do të ketë pretendime, do të jetë plotësisht e mundur që të rikthehet në pikën e nisjes për të parë të gjithë procesin manualisht.